Nëse do të shoqërohesh me njëri, më tha dje një burr I mençëm, shoqëro tha me ata që të urrejnë hapur, ata që ju a lexon urrejtje në sy, shoqëro me ata që e di që nuk të duan. Fjalë me vend, në qoftë se ke aq nevojë të shoqërohesh me një njeri, shoqërohu pra me ata që ta shfaq, si thon, shqeta, që nuk e fshet dot, që nuk të don, që të urrejnë. Jo me ata që arrin me hipokrizi, bon çdo gjë në sytat, se mund t'jetë shoku, amiku jot më I mirë, por të lënë balë gjithmonë në momentin kur ti nuk e pret. Shoku I mirë të gjendet, nuk tham në vështirësi, por nuk të lënë e nuk të braktis, kur I teket mbas llogarive. Por si të qoftë, ky vit që shkoi, për mua ka qenë shumë vit I dhimbshëm, po një dhimbje tjetër nga vitet e tjera, se ka kohë që në këtë jetë unë përjetoj dështime, përjetoj zhgënjime, por secili zhgënjim ndryshon nga zhgënjimi tjetër. Por ky vit që shkoi më ka dhënë mundësa I thash edhe këtij mikut që më këshilloi këtë fjalë të madhe, më thash, më ka dhënë ca grushta të tipit Mike Tysoni, ca shqil më të kalit që vrau Rexhën, çau Rexha, çau Bira, çau I miri nanës sa dhe ndri nanës sa çka ishte. Ja futi kali me shqil, me vrau ditën e dhëndris. Në këtë vit unë kam pata një shans që të kthehem në jetën e zakonshme, edhe të shoh ç'ndodh në botë, se ecja edhe sisha në këtë botë për një kohë shumë të gjatë. Ashtu erdhen mundësit që unë të kthehesha në këtë jetë, pra mos ecja si hije pa ditë ku shkoj. Edhe për herë të parë kuptova se miq të shokët e mi, bile ca që janë 2-3 vjet pak më të mëdhej, por që kanë pas një emër të madh në vetdijen time tek unë, pas kanë arrit gatjet e fundi ku s'ka më dhe, vjen oqeani I madh që na përpin. Edhe më ka ardhur keq, se atëherë konstatova që pas ka hik krejt jeta, unë kisha rreth 15 vjet që sjetoja në këtë botë, që kisha refuzu ta shihja botën ashtu siç ishte. Edhe pash që kjo botë e brezit tim pas ka arrit unë pa kuptu fundin, jo vetëm për vete, jo vetëm për veten time, jo vetëm për mua, por për shumë njerëz. Dhe më vjen keq, sidomos kur shoh njerëz. Unë kryesisht e kam atë mrena qëndësisi me një lloj besimi të qenit pa krijues, edhe si tillë unë dhem shpirti jashtëzakonisht për krijuesit e gjitha fushave, ata që janë krijues. Ata s'duhet I humbin kombit, por po ikin, po ikin gjithçka. Edhe unë humba në këtë vit që shkoi njerëz për zgjalli. Nuk ka gjë më të keqe
kur humb njerëzit për së gjalli, njerëzit që i ke dash, që i ke vlerësu, që i ke majt në vetën tate se janë bi gjithë shka në këtë botë, edhe i humb për gjithmonë. Të humbësh për zgjalli e njerëzit që ti ke dash më shumë, edhe për të cilin do të boje gjithë shka, është dhëmbje më e madhe në këtë botë. Por njeriu duhet jetë i fortë, jo i butë si Sami Gjoka, edhe duhet kuptoj se në këtë botë ti duhesh vetëm në momentin kur je i dobishëm, i vyshëm, i nevojshëm. Në momentin që je i nevojshëm për dika, ti ngrihesh në pjedestal. Në momentin që ka marrë fund ajo, s'është më, nuk lipset më nevoja jote, ti flakësh nga ata që janë të vegjël, harrohesh e lihesh me njanë nga ata që janë të zakonshëm. E të lihesh me njanë nuk është gjë e keqe, nuk është ndonjë problem, jeta vazhdon se cili ka krijon familjet e veta, por të flakësh edhe kur ti mendon, gjithkusht mendon që nuk e meriton, kjo është jashtëzakonisht tragjedi e madhe kur flakësh. Edhe mendon ti zakonisht gjithë bota, po çfarë kam bë unë? Ti mendon se ke bë mirë, po ne bëjmë gjithmonë edhe mirë edhe keq. Ne jemi njerëz, ne nuk jemi Krishti. Por ca gjona ti s'mundesh ti ndrejqesh, për shembull në qoftë se janë njerëzit e gjakut tat. Ti je i detyruar të mos e zgjedhësh, siç më këshillon ky miku im i madh, që shoqërohem me ata që të rren hapur. Por nëse janë gjaku jot, familja jote, ti nuk duhet largohesh, nuk mund zgjedhësh, se njëri nuk e zgjedh as nonën, as babën, as vllajën, as motrën, as kushërinë. Këto nuk janë zgjedhje. Këto janë shorte që të kanë rënë. Kështu që këto s'duhet i evitosh në qoftë se s'kap se evitohen. Por shokët, miqë shok, duhet me pas kujdes. Ato duhet i zgjedhësh, edhe në qoftë se ke me gjithmonë nevojë të shoqërohesh me dika. Unë po trumpetoj tash fjalën jo të mia, apo të mikut tim të madh. Shoqërohu me ata që ta shprehapur ata mosdashjen, që e ka të qartë që nuk të donë. Jo me ata që të rinë mas skrave edhe të trahtojnë çdo sekond, që të thonë fjalën e mirë në sy, e flasin ndryshe mos skrave. Sami Gjoka ju përshëndet, gëzuar vitin e ri e për shumë vjet gjithë ju miqtë e mi.